Ngërçi i marrëveshjes së fluturimeve direkte me Kanadan është vetëm një shembull i pasojave që ka sjellë pezullimi i zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Me anë të një video mesazhi në Facebook, kryeministri Edi Rama shpreh se janë një sër vendimesh të tjera, të cilat tashmë nuk kanë zgjidhje për shkak se kërkohet firma e Ballukut. Sforcuar, po me 35 vendimet e tjera të qeverisë, si doja bëjmë? Po me lejet e ndërtimit për investimet në energji të rinovueshme, në infrastrukturë, në godina publike, që kanë kaluar në KKT dhe nuk zbardhen dot pa firmën e pezulluar, si doja bëjmë? Sipas Ramës, kjo është arsyeja kryesore pse kërkon fjalën e gjykatës kushtetuese. Prandaj edhe unë kam shkuar në gjykatën kushtetuese, sepse nuk jam këtu për të folur për parimin e mossënimit të balancës mes pushteteve teorikisht, për mos ndërhyrjen e një pushteti tjetër në përbërjen e ekzekutivit teorikisht. Madje sqaroi dhe pse nuk ka vendosur të shkarkojë Ballukun. Po mirë, pse nuk e heq ky ministren dhe ja ku zgjidh edhe ky problem bashk me gjithë litarin që i bëhet kular këmbëve të atyre sektorëve duke bllokuar punën. Jo, sepse heqja e ministrit të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen. Jo për mua, po për çdo qeveri. Për kreun e qeverisë, prishja e balancës së pushteteve po sjell pasoja konkrete në punën e qeverisë.